Burime brenda institucioneve vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë konfirmojnë se Milan Radojčić, i njohur si organizatori i grupeve kriminale të i shpallur terrorist nga institucionet e Kosovës, është duke ndërmarrë veprime për të destabilizuar proceset demokratike në vend. Kështu pretendon media i Geopost, e cilat citon burime lokale dhe të institucioneve ndërkombëtare të sigurisë. Sipas këtyre burimeve, Radojčić po tenton të shantazhojë përfaqësues të komuniteteve jo shumicë me synim të zgjerojë në heshtje grupin parlamentar të listës serbe dhe të pengojë formimin e institucioneve të reja. Strukturat e sigurisë janë alarmuar nga bisedat e incizuara që dëshmojnë përpjekjet e tij për të ushtruar ndikim përmes presionit dhe kërcënimeve të drejtpërdrejta ndaj individëve të caktuar. Përveç shantazheve, ekzistojnë indikacione për plane më të gjera që përfshin organizimin e protestave të orkestruara dhe përfshirjen e grupeve të maskuara kriminale e terroriste për të mbështetur agjendat destabilizuese të Beogradit dhe presidentit Vučić. Radojčić, i cili faktikisht vazhdon të udhëheqë listën serbe, akuzohet për ndërhyrje në zgjedhje dhe organizim të strukturave kriminale me qëllim pengimin e integrimit institucional të Kosovës. Burimet ndërkombëtare theksojnë se sjellja e Serbisë ka kaluar vijat e kuqe dhe se tolerimi i mëtejshëm i këtyre veprimeve është bërë i papranueshëm për partnerët ndërkombëtar të Kosovës.